Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të blejnë ishullin danez të Groenlandës. Ideja në fakt është hedhur që në vitin 2019 përgjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump, i cili e quajti marrëveshjen më të madhe të pasurive të patundshme në histori në 2026 në janar, ku retorika është edhe më e fortë, ku Donald Trump jo thjesht e ka hedhur si ide, por duke se dëshiron ta ekzekutojë për një sër çështjes të cilat lidhen me pasuritë e Groenlandës, por njëkohësisht edhe me pozicionin strategjik. Groenlanda është sari mineraleve të rralla, është një pikë kyçe e Arktikut edhe forcon mbrojtjen kundër rivalëve si Kina dhe Rusia. Mirë po, në botën virtuale kanë vërshuar disa teori. Nëse nuk do ta pushtoj, nëse nuk e blen dot, cila do të ishte në fakt mënyra, le të themi, më e lehtë dhe më e këndshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin Groenlandën nëpërmjet një martese. Dhe martesa do të ishte mes djalit të vogël të Donald Trump, Baron Trump, dhe princeshës daneze Isabella Henrietta Ingrid Margaret. Baron Trump mbush 20 vjeç për pak muaj, Isabella është 18 vjeç. Nëse do të kishte një martesë të mundshme mes të dyve, mendoj në fakt se mbreti Frederik X dhe mbretëresh Maria do t'i jepnin si dhuratë martesore ishullin e Groenlandës Donald Trump. Patjetër që kjo do të ekzistonte në një botë paralele, në një tjetër, le të themi, linjë historike.